që prej së dielës kur sekretari amerikan I shtetit vizitoi Tiranën, Partia Demokratike po kërkon të ngulisë në opinionin publik idenë se qeveria Rama nuk I dëgjon këshillat e partnerit ton strategjik. Për shembull, demokratët thonë se edhe pse John Kerry vlerësoi lart procesin e dekriminalizimit, socialistët po konfirmojnë çdo ditë se lidhjet e tyre me krimin I kanë prioritare. Në këto akuza, Partia Demokratike të martën përfshiu edhe Mimi Kodhelin, ministren e mbrojtjes. Në një deklaratë ilustruar me foto, Enkelejda Libea I tha se kreu I mbrojtjes, pasi takoi shefin e diplomacisë amerikane, takoi edhe Arben Dokën. 2 ditë më pas, ministrja Edi Ramës shfaqet me Arben Dokën, që është objekt I dekriminalizimit. Një nga arsyet, sepse kjo nis me opozitës, me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, u bë ligj. Ja, ku është fotoja e ministres së mbrojtjes me ish deputetin, që dekriminalizimi e largoi nga parlamenti, por jo nga Edi Rama, I cili I ka besuar qeverisjen e Lezhës, të dënuarit për prostitucion dhe rrëmbim personi. Jo vetëm kaq. Por Partia Socialiste e Lezhës tha dje se Ndoka është krenaria e saj. Fotot janë të vërteta, por jo data e tyre. Ato në fakt janë shkrepur me 12 janar, pra rreth një muaj para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit. Ajo që nuk ndryshon është prania në krahun e djathtë të ministres e ish deputetit Arben Doka, subjekti I dekriminalizimit, I evidentuar si I tillë edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Zonja Kodheli reagoi menjëherë pas deklaratës së Alibeajt për të theksuar 2 momente. Së pari se demokratët po I shqetëson mbështetja që John Kerry dha qeverisë shqiptare, dhe së dyti se fotot nuk janë bërë pas vizitës së zyrtarit të lartë amerikan. Zonja Kodheli pohon se ka qenë me statusin e ministres në inspektimin e urës Skuraj në Milot, ku sipas saj janë ftuar dhe të zgjedhur të zonës. Prej muajsh Arben Doka ka dhënë dorëheqjen si I zgjedhur dhe me sa duket po I gjendet ministres pranë si krah lokal politik në qarkun e Lezhës.